Nora Malaj zbulon detajet sekrete për raportin mes Moza Ahmetit dhe Zhakut. Kur më tha që do hyte ferma, erdhi dhe më pyeti: Nora, si thua, të hyte ferma? I thash hyr. Më tha: vjen dhe ti me mua? Më pas më tha se duhet të fliste në universitet. I thash të mos mërzitej sepse do ta mbështesnin. Unë dhe Arjan Curi dolëm vullnetar dhe i dham bekimin për të hyrë Rafeu Malaj. Sipas saj, Moza përfaqëson një brez që ka kaluar sfida të shumta dhe ka qenë gjithmonë përpara kohës së vet. Moza përfaqëson brezin tim të viteve 60, ka provuar sfidat e viteve para dhe pas 90-s, ka qenë avangard kur të tjerët nuk guxonin. Ka thyrë tabuna atë kohë, ka një shpirt të lirë që i pranon të gjithë. Moza thot, gjëra që të tjerët kanë frikë i thonë u shpreh ajo. Malaj theksoi se në ferm Moza po shfaqet në një dimension më njerëzor. Moza shfaqet në dimensionin njerëzor, në dimensionin e asaj që i ka munguar dhe dëshirës për të sfiduar kohën. Është midis rolit dhe realitetit, por kjo kërkon shumë kujdes sepse nëse kalohet masa, efekti mund të jetë i kundërt, tha ajo. Duke komentuar kritikat se Moza her pas here ka shfaqur sjellje dominuese, Malaj u përgjigj: Moza nuk ka shkuar aty për të bërë leksione komunikimi, kur të tjerët e kalojnë masën ose hesht, ose u akthen me të njëjtën gjuhë. Këta njerëz janë prej mishit dhe gjaku, aty shihen në të gjitha dimensionet, ajo e kupton edhe kur gabon. E pyetur për raportin mes Mozës dhe Zhakut dhe nëse Moza ka qenë e sinqert kur tha se nuk njiheshin nga jashtë, Malaj u shpreh: këtë nuk di ta them. Ajo mund ta ketë në konceptin që nuk e ka mike, nëse themi që e kemi të njohur është ndryshe. Mik është fjalë e madhe. Nëse Moza e ka thënë në kontekstin e miqësisë nuk gënjen, në kontekstin e njohjes mund të ketë gënyer. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.